Zonja dhe zotrinj, gjatë këtij edicioni kam nderin që në studio kam të ftuar një figurë të njohur të letërsisë dhe publicistikës shqiptare, një emër i cili ka kontribuar në vazhdimsi në pasurimin e kulturës dhe arsimit jashtë vendit. Bëhet fjalë për zotri Hazir Mehmetin, publicist, shkrimtar dhe pedagog me origjinë nga Kosova, por që jeton dhe punon në Austri. Zotri Mehmeti, të nderuar dëgjues, është autor i një sër veprash letrare dhe mësimore, njëkohësisht bashkëpunëtor i shumë mediave botërore dhe ka punuar mjaft shumë për të zhvilluar mësimin e gjuhës shqipe në Austri. Ai është president i lidhjes së shkrimtarëve shqiptar në Austri, Aleksandër Mojsiu. Gjithashtu është antar edhe i shumë shoqatave prestigjioze, ku edhe ka marrë çmime të shumta për kontributin e tij dhënë letërsisë. Të nderuar dëgjues, gjatë këtij edicioni ne do të flasim për karrierën e tij, për pasionin për shkrimin dhe gjithashtu për projektet e realizuara për të kontribuar në mësimdhënie dhe për të promovuar kulturën shqiptare në diasporë. Pra, le ta njohim më mirë së bashku zotri Hazir Mehmetin, që tashmë vetëm e kam në studio dhe do t'i uroj mirëseardhje. Zoti Mehmeti, mirë se erdhët dhe faleminderit shumë që ndatë kohën për emisionin për një botë më të mirë. Faleminderit Lume, ishte kënaqësi, të falenderoj për ftesën që më keni bërë. Duhet i përshëndes të gjithë dëgjuesit e Radio Kosovës, të gjithë juve stafin e Radio Kosovës për këto emisione dhe që kanë rol, që kanë rëndësi në afirmimin e kulturës sonë përgjithësi, po edhe të atyre krijuesve dhe atyre veprave që kryhen, që bëhen në diasporë, që unë vin nga diaspora, nga Mërgata, por jam shumë i lidhur me vendinjen ku gjysmën e punës sime kam kaluar në Kosovë, gjysmën në Austri. Tani jam në pension dhe me kënaqësi e pranova ftesën tuaj. Shumë faleminderit. Para se të vazhdojmë të flasim për punët tuaja që natyrisht janë shumë të mira dhe të dobishme për Mërgatën tonë, të kthehemi pak në vitet e 80-ta kur juve filluat punë këtu në Kosovë si mësimdhënës. Na thuani, ju lutem, se si i përjetuat ngjarjet e asaj kohe dhe cili ishte kontributi juaj për ta mbajtur gjallë shkollën shqipe në Kosovë? Po, unë kam studiu në Kosovë, në Prishtinë, kam kry në atë kohë shkencet natyrore, pastaj kam fillu si mësimdhënës në gjimnazin e Skënderajt, një vit, 2 vite në gjimnazin e Drenasit, në atë kohë, pastaj 16 vite kam punu në gjimnazin e qendrës shkollore, gjimnazin në Vushtre. Ajo kohë ishte kohë e robrisë, ishte kohë e lëvizjeve të mëdha, ishte një kohë e sfidave të mëdha për ne arsimtarët në përgjithësi edhe për nxënësit në veçanti, dhe kem çka flasim, kem çka kujtojmë shumë, por nga gjithë ato sfidat për mua më rënda ka qenë vitet 90-ta, kur armiku e ngulfati shkollën shqiptare, e ngulfati autonominë e Kosovës, dhe kishte qëllime që ta të bënte të gjithë kombin, popullin shqiptar nga Kosova, kjo vret edhe më vonë, ishin helmimet e vitit 1990, kur isha në gjimnazin e Vushtrisë, dhe ato janë për mua pjesë të jetës sime të paharruar asnjëherë. Kështu që nëse pak kam dhënë diçka nga ajo, kam shkru, kam marrë ditore dhe kam thonë shënime që të mos harrohen, sadopak ajo pjesë e jetës sonë mjaft e rëndë. Si pasojë, domethënë, e kësaj situate, juve shkruajtet edhe një libër
që e titulluat Pranverë e helmuar. Do na tregoni pak a shumë për këtë libër se çka përmban dhe çka keni trajtuar brenda tij. Po, helmimet fillun në pranverën tani edhe pak edhe 3 ditë, mbushën 32 vite, kur ishin helmimet, vitet 90-ta, 35 vite, vitet 90-ta, kur armiku bëri segregacion, i ndajti fëmijët sërb nga fëmijët shqiptarë, dhe me thonë në ndajti, pastaj në ndërpreu tarnat që i kishim, na dhe bojnë nga lokalet që ishim ku punonim, ku manim sim, dhe për të mos unë ngopur me gjitha këtu armiku, tentoj të shkatroj çdo gjë, në mesin e këtij tentimi ishte helmimi i fëmijëve shqiptar, vetëm në qendrën tonë shkollore ku unë punoja në Voshtri, ku kishte 3100 nxënës, u helmun mbi 270 nxënës, rreth 300 nxënësa. Kjo ishte një periudhë që ne i kemi përjetuar dhe vazhdimisht me ngrejnë emocione kur i kujtoj ato momente, kur nxënësit të helmuar binin përpara nesh, të alivanosur, dhe s'kishe mundësi t'ju ofrojnë ndihmë, s'kishe mundësi. Kjo ka qenë një periudhë shumë e rëndë, dhe unë jam mundu që sa do pak këto t'i mbaj shënime. Kam shënuar për gjitha këto dhe i kam rujt shënimet, dhe gradualisht nga gjitha ajo që unë kam punu, që kam rujt, ma vonë, i kam pasuru këto, edhe kur kam shku në Austri, kam hulumtu atje dikur rreth 5 vite shkrimet, shtypi botëror për helmimet, në gjuhën angleze, në gjuhën kroate, në gjuhën gjermane, edhe në gjuhë tjera, turke tjera, por kryesisht këto edhe në gjuhën shqipe kuptohet, gazetat e Shqipërisë, gjitha këto i kam përbledhur në librin, cilën me qëllim e kam quajtur Pranverë e helmuar, sepse për ne ishte një pranverë, bashkëdita e pranverës, kur më shumë të kishte helmimet në nxënësve në gjithë Kosovën, por ekstrem më shumë kishte në Podujevë, në Ferizaj, në Prishtinë, po edhe në Voshtri ku unë punoja në atë kohë. E keni përkthyer këtë libër në gjuhë të tjera, sidomos në gjuhën gjermane, ndoshta ku jetoni në Austri? Jo, fatkeqësisht nuk e kam përkthyer akoma. A mendoni ta përktheni? Unë kam mendu, ka pas ide, ka pas oferta që unë do ta përkthej. Një ofertë ka qenë nga Amerika, që do ta përkthej, edhe unë kam prit 1 vjet 2, por nuk e ka realizuar dhe kështu më shumë ka shtym, ka pengu kjo, se një premtim qoftë se nuk e mban të i prejnë rrugët, edhe mu kjo më ka pengu bukur shumë, se në fillim ka pas shumë të interesuar me përkthy. Deri me ta nuk është përkthy, po unë shpresoj që do të përkthejet, është dokument shumë më rëndësi për të argumentu helmimin jashtë, me kuptu edhe tjerë të helmimin, jo vetëm ne. Sepse ne vetëm e kemi të përjetuar, por për të kuptuar edhe nga të tjerët. Zoti Mehmeti, tham edhe në fillim se të flasim pak edhe për pasionin për shkrimin. Nga se motivoheni kur shkruani? Ja, për shembull, tek Pranvera e vonuar treguat se motiv kryesor ishte helmimi i nxënësve, por ju shkruani edhe poezi, ja këtu e kemi livrin, pastaj shkruani edhe prozë. Çka ju motivon për të shkruar, shembull ta marrim poezinë? Unë, secili njeri e ka qenien vetë shpirtërore, e ka gatimin e tij. Unë që normale, kur kam qenë kohën e Mitrovicës, në atë kohë, normale Mitrovicës, në vitet 70-ta, do thot 55 vite më përpar, kam fillu me shumë nga pak, motivi ka qenë kryesor jeta jonë, mu më ka frymëzuar shumë ajo ana bamirësia njerëzve, fryme e tyre kombëtare, gjithmonë jam frymëzuar nga njerëz që kanë punuar për kombin, për nxjerrjen e kombit nga përpepëturia kulturore mas pari, pastaj përpepëturia e përgjithshme, një varfëri totale. Unë vi nga zona e Drenicës, ku ju edhe jam mësuesi i parë i Katunit dhe jam ndërmësues i parë në Drenicë. Pastaj kryem fakultetin këtu e tjera, vazhdum, po këto janë motivet mia ka qenë fshati, natyra, jeta e njerëzve. Çdo gjë njeriu
që e donë, unë e kom dash çdo gjë edhe kom mundu që mos me harru me pas në kujtim. Edhe në kujtimi për mu më mirë, më mërmeni, mu është libri. Po. Se librin do t'ja vlarë gjenerata edhe do t'a lexojnë, edhe do t'dinë që ti ke jetu në një periudhë, ose do të mësojnë për një periudhë caktuar të jetës këtu. Mjerisht, historikisht, nëse ne nalim edhe shiqojmë e krahasojmë me të tjerë, ne shqiptarë shumë pak kemi shu për vetë vetën. Pse? Lirisht Pse ndodh kjo? pse e para është robëria e gjatë, 500 vjeçare në sundimin turk. Shkolla shqipe ka qenë rrepsisht e ndaluar, pastaj sundimi grek, pjesën jugore, çdo gjë ka shkatru, gjuhën, fenë, religionin, në Kosovë ashtu. Domthonë kemi qenë një komb ekstrem i robëruar në gjitha aspektet. Edhe ai komb që nuk e ka gjuhën, që ka shkollën e vet, që ka edukatën e vet e kombëtare, ai është i rrezikuar të zhduket. Ne kemi qenë të rrezikuar të zhdukemi fare. Por fal periudhës pas luftës së dytë botërore, kur u leju mësimi shqip në Kosovë, atëherë filloi hapja e syve të njerëzve dhe filloi jetë e re, e cila solli lirinë. Shkolla e solli lirinë. Gjithsesi. Vitet e 90-ta, në gjysmë të viteve të 90-ta, juve emigruat në Austri. Në flisni pak edhe për atë periudhë, si u gjendat atje, au adoptuat shpejt, si arritët të integroheni, dhe më pas do të flasim për punën tuaj gjithsesi të pasur në shtetin austriak, edhe për krejt diasporën që keni kontribuar në ruajtjen e gjuhës dhe kulturës shqipe. Po, nga rrethonat që u kriju në vitin 1996, domethënë ishte periudha shumë dinamike e armikut kundër nesh, edhe kundër sulmon të shkollën gjitha unë. Unë kam isha në gjimnaz edhe jo vetëm unë, po dhe kolegët e mi ishëm të përsekutuar, të përndjekur, në çdo hap. Unë disa herë isha i arrestuar e mos me hynë atë histori, nga këto rrethona edhe ekonomike, ishin rrethonat ekonomike ishin totalisht shkatruar, domethënë buk, stia kishëm buk edhe gjëra më elementare që ishin. Unë kisha 10 antar familjes, 6 fëmijë, shoqen, 2 plest, ishin rrethona shumë të këqija ekonomike. Edhe politike, të më thonë u detyrova me lidhjen time që kisha, largohem përkohësisht nga gjimnazi, edhe më marrveshje që largohem pak për shkak se isha shumë i rrezikuar. Edhe shkova në Austri, sa po lajmërova në organet austriake, më njerë ma dhanë azilin politik, që ishte rast i rrallë, por kishin argumente, me strehur, pastaj me sëllën familjen, edhe me punësuan, edhe ati bëra nostrifikimin e diplomës që kisha të kryer fakultetin këtu, edhe ati ishte si titull magjister, me inkuadruan në shkolla, mësova fëmijët shqiptar fillimisht vitet 99-90, pastaj në përgjithësi u inkuadroan jetën kulturore të Austrisë, të Vienës, jetën mësimore në shumë projekte. Isha aktiv edhe në bërjen e materiale mësimore, bëra shumë materiale mësimore, edhe prezentova në shumë seminare në Austri. Pastaj nga këto materiale mësimore dolën tekstet mësimore. Njëri prej tyre është abetarja. Abetarja, që do të flasim tani edhe për abetarja. Një abetare e cilën e du më shumë se gjitha libra tjera. Edhe sot asoj dite që 13 vite, 14 po vinë, me abetarin time mësojnë në Austri, gjithë fëmijë shqiptar, e kanë abetarin falas, jo sigur shkolla, kurse në gjithë Evropën porositet nga prind edhe nga shkollat, nga mësuesit e diasporës. Nuk është mirë më lëvdu, po këtu po më bjen pak më lëvdu, se është në teksti me metodologjinë bashkohore mësimore, ku prindin në shtëpi mund mësojnë shumë lehtë, edhe hes pacient fëmija në shkollë shumë letë mund të mësoj shkronjat nga kjo abetare. Ka figura shumë, edhe është
Për këte kom marrë shumë lavdrata, e kom prezentu shumë seminare, njeri nga seminare që kom prezentu abetarën dhe që më bën krenar ka qenë ftesa nga Ministria e Arsimit të Gjermanisë, Universitetin e Hamburgut, ku temë kryesore ka qenë abetarja ime e prezentuar para ekspertëve të gjuhëve anëtare në Hamburg. Ju lumë të vërtet është diçka shumë e bukur, por mësimi i gjuhës shqipe në Austri bëhet në kuadër të shkollave austriake, apo organizohen kurse për mësim të gjuhës? Si është rregulluar kjo pjesë? Një pyetje shumë e mirë, unë Austria edhe Suedia janë dy vendet të vetme në kontinent që në sistemin e saj mësimor e kanë të kyqur edhe mësimin e gjuhëve amtare. Edhe gjuha shqipe në mesin e 26 gjuhëve amtare që mësohen në Austri, është pjesë e sistemit mësimit të gjuhëve amtare në Ministrinë e Arsimit të Austrisë. Unë dhe kolegët e mi e kolegët kemi qenë mësues të Ministrisë së Arsimit të Austrisë. Nuk kemi qenë me vullnetar, nuk kemi qenë të paguar nga prindrit, siç është në Gjermani e vende tjera, por ne kemi qenë direkt kyçur nga Ministria e Arsimit. Edhe kemi marrë pjesë në gjitha, kemi pas drejt marrë pjesë në gjitha projektet, në gjitha seminaret që i ka organizuar Ministria. E unë kom qenë edhe pjesë e Studi Reise. Studi Reise është një pjesë e shkollës lartë pedagogjike të Vienës, ku kemi hulumtu si zhvillohet mësimin shumë shtete. Në dikur rreth 10 shtete kom qenë pjesë ka një javë që kemi prezentuar në shkollë, kom qenë në Turqi, në Itali, në Kroaci, edhe në Shqipëri, edhe shumë vende tjera. Edhe kjo ka bërë që unë të kam një përvojë të bukur të mirë rreth mësimit, dhe këto i kam shkru, edhe i kam ashtu të publikuar në libra. E bukur kjo shumë, po gjuha sa po ruhet, zotre Mehmeti, në diaspor, thënë kjo që tani më janë bërë gjenerata të shumta që kanë lindur, po rriten, fatmirësisht edhe po integrohen, edhe po arrin shumë suksese në vendet ku jetojnë. Mirë po gjuha, ku po mbetet? Sa po ruhet? Unë tham që gjuha nuk po ruhet mjaft. Gjuha shqipe është në rrezik, sidomos në gjeneratën e tretë. Gjenerata e parë e dytë e kanë mbajtur disi, por gjenerata e tretë e katër nuk e mbajnë. Do me thonë, gjuha amtare është në rrezik të madh. Ne edhe në Austri dhe në vend tjetër kemi bërë përpjekje që sadokudo pak të insistojmë që gjuha shqipe të mësohet si gjuhë plotësuese, mësimit plotësues. Ka disa rezultate. Edhe nga Ministria e Arsimit të Kosovës përpara ishin organizuar shumë ekskursione, në vizita në Kosovë, kampe të ndryshme me fëmijë nga diaspora, pastaj vizita në Shqipëri. To e kanë pasuruar të gjitha elementin e gjuhës amtare. Shoqatat kulturore në Austri edhe në vendet në Evropë perëndimore, edhe ato ndihmojnë shumë rujtjen e gjuhës, por gjuha shqipe në diasporë, në Mergat, është shumë e rrezikuar. Lirisht mund ta themi, edhe unë mendoj që qeveritë tona edhe në Shqipëri dhe në Kosovë duhet të kenë një projekt strategjik ku ta ndihmojnë shumë gjuhën shqipe në format e mundshme, sepse në shtetet veçanta ndryshon situata ligjore, edhe shtetet tona duhet me gjetë ato hapësirat ligjore mbrana shteteve ku ka shqiptar që të mësohet gjuha shqipe më shumë. Po. Mirë po, në njërën nga legislaturat këto në Kosovë ka qenë një Ministria e Diasporës. Keni pasur ndonjë kontakt me atë ministri, sa ka ndihmuar, edhe sa do të ishte e nevojshme e duhur që vërtet në kuadër të ministrive të jetë një ministri e diasporës ku do të ndihmonte në këtë rrafsh? Po, unë që nga fillimi e themelimit të Ministrisë Diasporës, unë kom qenë vazhdimisht kontakte me ministrat, edhe me stafet e tyre, me që isha
ishim pjesë organizative edhe shoqatës mësuesve, që ishte edhe në Infrash, edhe atë kom drejtu një disa vite, bashkë me kolegët mi, edhe kemi pas kontakte, më kujtohet që ministri Makolli në fillim, edhe bashkë me stafin e tij përpilun një strategji për mësimin e gjuhës amtare, për t'i fut në kuadër të sistemit arsimor edhe shkollat në Mërgat. Por kjo mbeti vetëm në letër. U arritën disa rezultate në hapjen e pikave të caktuara të mësimit plotësues në disa vende, pse në Austri edhe në Suedi nuk ishte aq shumë nevojë krahasuar me vende tjera, me që në Austri edhe në Zvicër ishin gjitha të siguruara. Ndërsa në vende tjera duhet siguruar çdo gjë, sepse shteti nuk e financonte. Në Gjermani, një pjesë e Zvicrës, një pjesë edhe vende tjera, mos i përbane Itali, Greqi, e tjera që është rrethonat ku punojnë mësues të janë rrethona mizerable, edhe janë rrethona që e mban vetëm vullneti i madh patriotik i mësuesve, edhe prindër, për ndryshe nuk ka mbështetje nga shteti. Në Suedi, në Austri, edhe në Finlandë janë rrethona tjera, edhe është shumë më mirë. Shtetet skandinave më ndryshe. Shtetet skandinave pak më ndryshe është, po më mirë ka Suedia, që është shembull në botë, edhe Kroacia, po në Kroaci më pak ka shqiptar, edhe Kroacia është një vend që mbështet shumë mësimin e gjuhës amtare. Nuk është lehtë, edhe për ministrinë nuk është lehtë të organizohen shumë këto. Ka duhet vullnet, po Ministria e Diasporës e ka dhënë për mu, e ka dhënë provimin e vet shumë pozitiv në shumë rrethona të mësimit shqip në Kosovë. Edhe unë mendoj që shurja e Ministrisë Diasporës si ministri dhe ngjitja në kuadër Ministrisë Punëve Interne ka qenë një gabim, i cili është i pariparueshëm. Pastaj ka qenë shumë gabim edhe mosmarrja e seminarit për disa vite, seminarit mësuesve nga diaspora, ku aty kemi arrit të shkëmbejmë përvoja shumë, po edhe libra e materiale mësimore, edhe përvojët më mësimore, 3-4 vjetë së është më hiç. Edhe është humbur hapë. Është humbur kohë, edhe unë aktualisht jam pension, por nuk kemi kënaqur me punën që bën Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës për mësimin plotësues në diasporë. Nuk është në detyrën e duhur. Zotri Mehmeti, unë prezentimin krejt në fillim kur e bëra, patën mundësi dëgjuesit që të shohin se ke një bagazh shumë të madh, edhe me të vërtet koha është shumë e limituar për gjithë punën tuaj që keni bërë edhe që vazhdoni ndoshta të bëni në të mirë të komunitetit shqiptar gjithandej në përbot ku ata jetojnë. Unë di se keni ndërtuar edhe një faqe në internet për mësimin e gjuhës shqipe, keni marrë shumë çmime për promovimin e kulturës shqiptare në diasporë e gjitha këto, por me të vërtet koha nuk na premton. Unë shpresoj shumë që në një të ardhme, kur të jeni sërish në Kosovë, ne do të takohemi edhe do të flasim edhe për shumë çështje që vërtet mua më vjen shumë keq që na mbesin në këtë edicion pa u bërë të njohura tek dëgjuesit tanë. Në fund, cila do të ishte një porosi që e drejtoni në këtë rast për shqiptarët gjithandej botës ku jetojnë? Po, unë me kënaqësi do të paraqitem edhe në emisione tjera për hir të publikut, për hir të asaj të kulturës sonë, për hir të imazhit tonë që të jetë gjithmonë nivel edhe i ngritur. Porosia ime është kjo që të gjithë prindrit në Mërgat të dërgojnë fëmijën e tyre në shkollë në mësimin plotësues, ose të punojnë me fëmijë me tekste në shtëpi të paktën 2 orë në javë me tekste mësimore, secili prind në diasporë. Unë jam i bindur që din shkrim lexim, edhe mund të punoj me fëmijët e tij që të mos harrohet gjuha amtare, gjuha shqipe. Mundësisht në shtëpi të flitet shqip. Të marrim shembull arbreshët e Kalabrisë, e Sicilisë, ku kam qenë disa herë,
edhe e kanë rujt 600 vjetë gjuhën e tyre pikrisht në shtëpi për duke folur vetëm gjuhën arbëreshe, gjuhën shqipe në familjet e tyre. Edhe sot ajo gjuhë flitet. Unë ju falenderoj shumë edhe për këto pak minuta, por për mu janë minuta të mëdhenj që më dha rastin ju drejtu dëgjuesve të Radio Kosovës. Një radio e cila për mu sjell nostalgji se unë edhe si student dikur kem qenë, kem dasht, kem dëgju Radio Kosovën. Faleminderit edhe një herë.